Shikues të nderuar, jemi live në të 7 me emisionin Zanat. Çka përfaqëson sot showbizi apo industria e argëtimit? Dikur, showbizi kishte një kuptim tjetër. Ishte muzikë, ishte teatr, ishte film dhe seriale. Ishte mod, kulturë dhe artistë që punonin për vite për të ndërtuar emrin e tyre. Sot, panorama ka ndryshuar rrënjësisht. Vëmendja është vendosur pothuajse tërësisht te Big Brother dhe te reality show. Sot, ish-banorët e Big Brother janë figurat më të komentuara, më të klikuarat, më të ftuarat në për emisione, më të ndjekurat në rrjetet sociale. Shpesh një banor i Big Brother merr më shumë vëmendje se sa një aktor filmi, më shumë se sa aktor serialesh, madje edhe më shumë se sa këngëtar që për vite punon në skenën muzikore. Arritëm në një pikë ku nëse publikohet një këngë e re ose del një film për të marrë vëmendje, duhet patjetër që të hyjë në Big Brother. Pyetja është, pse po ndodh kjo? A ka ndryshuar shija e publikut, apo po kërkojmë më shumë dramë se sa talente, më shumë konflikt se sa cilësi, më shumë zhurmë se sa përmbajtje? Apo mediat dhe rrjetet sociale po imponojnë këtë realitet, duke kthyer vëmendjen në monedhën e më të vlefshme, pavarësisht se si fitohet ajo? Sonte këto pyetje do t'i diskutojmë në emisionin Zana, sepse showbizi i sotëm tregon shumë, jo vetëm për industrinë e argëtimit, por edhe për shoqërinë ku po jetojmë. Për të diskutuar gjitha këto, sot në studio kam të ftuar Labinot Nimani, mirë se erdhe Labinot. Përshëndetje Zana. Labinoti është shumë kënaqësi më të pas për herë të dytë në studio në Zanave. Edhe për mu njëjtë, gjithmonë. Dhe Labinoti, për gjithë se ju e njeni, sigurisht një prej komentuesve, nuk po them vetëm gazetari showbizit, po them një prej komentuesve më të famshëm dhe më të lexuar në Kosovë sa i përket showbizit. Faleminderit Labinot. Paulina Nushi. Ndere kënaqësi. Era Berisha. Kënaqësi. Sonte me ne prapë në studio në Zanave është Margarita Rashiti. Mirë se erdhe Margarita. Mirë se u gjeta, kënaqësi si për herë. Dhe Ana Kavashi. Para se të vazhdojmë të tema të cilin do të diskutojmë sot se çka ka ndodhur me botën e artit, të filmit, të modës, kulturës dhe gjithë shka që e themi si showbiz, minutat e parë do t'ja japim Erës, e cila e ka trazuar javën e ka shkuar Kosovën, dhe jo vetëm Kosovën, por kudo që ka shqiptar me deklaratat e saj. Sigurisht këshilla ime ka qenë të mos reagosh fare, sepse njerëzit që të reaguan nuk ishin fort më rëndësi, mirë po. Ndërgjegja ime dhe ajo paqja ime brendshme nuk më lë pa reaguar dhe kërkëm falja është ajo që kam mujt më e pakta me e bo. Për një mandje më keq për deklaratën, e cila është keq kuptuar zakonisht shumë në opinionin publik. Unë kam fol, vajzat e dinë shumë mirë, kam fol për dhunën, si lloj i dhunës, e cila është e papranueshme nga të gjithë, nuk ka ndasi etnike, fetare, as kur gjosh thjesht dhunë e papranueshme. Me përulje kam kërku falje, në momentin se kam kërku falje, kam menduar se deklarimet kanë me u dal, por ne kam parë që ato vetëm kanë marrë hov më shumë. Edhe këshillën e zonës. Jo, ato kanë marrë vetëm hov më shumë dhe janë egzageruar edhe më shumë, nuk kom arrit ende me kuptu se çka është ky lloj inate, këto lloj komente aq negative, ky lloj brutaliteti mes njëri tjetrit dhe e kom pa që ajo nxitje është bo jashtëzakonisht shumë, sidomos prej mediave. Unë di më thonë diçka që unë jam prej gazetarëve cila ka kontribu me reportazhe, me prodhime jashtëzakonisht shumë të luftës në Kosovë. Edhe çka ndodh që unë qohëm një ditë në mëngjes dhe shoh veten në gjitha ballinat, të gjitha lajmet, sikur unë e ka bë gabimin më të madh që është bo ndonjëherë. Është bo një lloj keqkuptimi, cilën mu më ka godit aty ku më ka dhimbë mas shumë të. Jam prej atyre gazetarëve, e cila prej fillimit karrierës unë e kam marrë këtë përgjegjësi duke shërbyer për çështjet e luftës për vetëm qëllim që jam mundu me ekipën time me ja pasqyru këtij populli realitetin edhe dhimbjet e asaj kohe. Pikërisht mediat, të cilat janë mundu me më godit me ata tituj të cilët kanë qenë jashtëzakonisht tituj pështrus, mund të them lirisht, aq më pak kur bëhet fjalë për të tonët edhe prej komunitetit tonë, unë mund të me thënë që vitet e fundit gjitha mediat harruan me edhe ky populli ynë harroi me harru çështjen e luftës në Kosovë, nuk po diskutojmë për luftë. Televizionet tona fillun që vetëm me prodhu edhe me ofru thuajse një nuk flas në përgjithësi, ju e dini, gjithmonë mundohem me fol për media të caktuara që ofrojnë të gjitha hapësira televizive vetëm me skandale i kanë mbulu çështjen mediatike. Në gjithë
këtë periudhën e fundit, kur janë bërë sharjet më të mëdha, duke fillu prej atyre voksave në shesh, e deri në banalitetet më të mëdha që një ofru në për studio televizive, unë, zbashku me ekipën e Infokusit, kemi qenë ata që jemi mundu me bo diferencën duke dalë dhe duke kriju tokse lloj reportazhe që me i bu njerëzit me reflektu, me u bashku, me adit vlerën liris edhe me qenë ma të afru me një anë tjetrit. Që ka ndodhë tash, njëne e kish pasë bo një pytje që kjo vajza le shkon edhe le t'i pyt, a i jeton jashtë vendit, nuk përdu me e përmendu me emër, kjo vajza le shkon le t'i pyt ato nanat e dëshmorve për deklaratën që e ka dhënë. Unë me imi thonë që kjo vajza këto, Ira Berisha si gazetare, i ka ndëgju ato nanat të dëshmorve gjitha një nga një, cilat mu më kanë kushtu në atë periudi jashtëzakonisht shumë në gjendjen time emocionale që ka pas një javë të tana ku unë nuk e ka marrë veten. Pyetja tjetër ka tha, ata kanë luftu për ju me folë. Unë gjithmonë në çdo emision ku kam qenë këto e praneshme, unë jam mundu me tregu se sa duhet jemi të kujdesshëm për mënyrën se si ne folim edhe se si ne paraqitemi në publik. Ata kanë janë vrarë, është vërtet për neve, pa ata nuk janë vrarë për me ik ai jashtë vendit që jap këtë deklaratën sot shumë lehtë me gjyku prej koltukët, nuk du me përmend emra, një eks personi cila kishte hi një video virale, nuk ka me rëndësi, po është pra kjo, ne mediat gjithë kohës bëjmë thirrje që të mos rrisim këto lloj reagime, këto lloj nxitje, këtë gjuhë turrëties, edhe jemi ne, sepse ne thojmë ata që ky popull është i prapa mbetur, edhe prapë ne jemi ata që rikthehemi në studio televizive dhe thojmë ta janë prapa mbetur. A ne ja observojmë ato, ne ja ofrojmë ato, sepse vetëm një sekond, në gjitha mediat ka qenë mega deklarata skandaloze e gazetares Ira Berisha. Është pikërisht arsyeja pse unë kam bërë ato reportazhe në atë kohë të luftës, edhe që unë vazhdoj punoj në këtë fushë gjatë gjithë kohës, jam për 3 arsye. E para është unë gjithmonë kam bie obligim moral me shërby, me ofru produktet asaj kohe. E dyta është, jam mundu me ofru asaj produkte për faktin që thuhet historia që harrohet përsëritet. Edhe e treta është që mos me mujt askush më ma drejtu gishtin me fakte që për këto çështje. Pra unë jam njeri i fundit mediatik, i cili mundet me ju drejtu gishti për çështjet edhe sulmet që mu më janë bërë këtë kohë. Definitivisht është më vjen tepër keq edhe kemi degradu në këto lloj aspekte, sepse të ne në Kosovë mundohen njerëzit me ngrit veten vetëm duke shtyp tjetrit. Të ne presin me gzim, me gabu dikush që me ngrit veten e tyre. E kjo mu më dham tepër shumë. Ne kur ky vend nuk bëhet duke mundu me abu tjetrit, duke me mundu me shtyp tjetërin, duke mundu me ull tjetërin në sytë e tjerve. Ira, këto që do të them, po e them për ty këtu në studio dhe po e them për gjithë ata që puna ndjekun dhe gjithë ata që flasin, japin deklarata dhe ngjashme, ti mban përgjegjësi për çka thua, jo për çka kuptojnë ata jashtë televizionit. Jashtë studios televizive. Unë do t'i them edhe unë 2 fjalë për këtë temë që e ke hapti. Ajo që ke thënë ti është dhunë identitare. Dhe dhunat identitare mund të krahasohen. Nuk mund të dalin dhe të kërkojnë disa feministe që u ka nalë Trumpi fondet edhe s'janë ma kërkun të feministe, po thamë aktiviste kështu, dhe t'japin mendimet thonë se dhuna seksuale nuk ka të bëjë me baza gjinore dhe nuk ka të bëjë me patriarkalizmin. Dhuna identitare mund të krahasohet. Dhe dhuna në baza etnike, me dhunën në baza gjinore është e njëjta gjë. Dhe këtë s'mund ta muhaj askush. Dhe prandaj unë këtu e ka marrë, po e citoj saktësisht, isha tu e lyp, një prej feministeve, aktivisteve më të mëdha, domethënë amerikane, Leti Kotim po grebin, thot qartë, që kështu po e citoj. Kur shtypën burrat, më dëgjoj. Kur shtypën burrat është tragjedi. Kur shtypën gratë është kulturë. Jo, dhunat e grave, të cilën ti e ke nxjerr atë ditë në studion e zonave, është tragjedi për njëjtë si dhuna që bëhet në Kish kuptimi që është bë këto se folë për llojin e dhunës, që dhuna si dhunë është e papranueshme. Ka pas keq interpretim. Deklarata jote ka qenë me vend dhe unë vazhdoj të përkrah deklaratën tonë dhe unë vazhdoj të them. Unë vetëm vazhdoj me ju tregu njerëzve që deklarata ime ka thënë për llojin, jo krahasim edhe barazim. Edhe dhuna ndaj grave, edhe shtypja ndaj grave është tragjedi. Sepse gratë shqiptare nuk kanë mujt me dalë as jashtë oborrit, derës oborrit. Gratë shqiptare nuk janë shkollu, nuk janë eduku, janë dhunu, janë rej, janë vra nga burrat shqiptarë, para lufte, dhe vazhdojnë kështu. Dhimbja e nanës së Donjeta Pajazitajt, dhimbja e Marigona, e nanës së Marigona Osmanit, dhimbja e Liridona Ademajt, familjes saj,
Nuk është me ajlet pse e ka pa një shqiptar. As pse e ka përdhunu. Shkojnë le të vesin atje në pej, familjen e saj, ku ka ndodhë. Kështu që mendoj që kjo nuk duhet as me u diskutu, nuk është dashur as me u hap si te. Në rastin e Kumanov, ku 17 burra, po, e kam përdhunu një vajzë të re, një vajzë të mitur, a është me ajlet, së shqiptar? Do me thonë, nështë edhe, unë thash edhe në status që me kun që reagujnë që shto, që shkanë reagu për fjale, me dhe me këse këta shumë pikëshyrin fjale që po folim na, me reagu për rastet konkrete, për dhunën që u bu me një vjetë të tërë, për shqiptarve. Ta shtë ti këtu reagoni që ashtu për që dhunën që po bëhet sëtë. Që hesë po folim për kalume. Se prapë si tem nuk ka ndalesë, dhe për fund vetëm kisha doshë edhe me bo një reagim për një deklaratë i cila ishte që fake feministët ana e knaj. Do më thonë se këto është të dhënë një përgjithësi edhe mbi komplet emisionin Zona, apo në përgjigjen si e, sepse me qenë se ishte fotografia ime ato. Vetëm një sekundë, Zona ta përfundoj këtë. Unë nuk jam një lloj feministe e cila shë gjithmonë vetëm ekstremitetet. Unë gjithmonë kam thonë që gabimin nuk e arsyeton as nëse je burr, as nëse je gru. Gabimi është gabim. Dhe më thotë, gabimi nuk e arsyeton gjinia, nuk e arsyeton feja, nuk e arsyeton asnjë lloj përkatësie. Era, se do ta mbyll këtë të themi me showbizin, Rita Badini e thot një fjalë shumë mirë, kush den më mirë le të ta bën. S'kemi çka diskutojmë. Në rregull. Ne do të vazhdojmë me temën e zonave, me cilën edhe të ftumt janë këtu për me diskutu sonte me neve. Dhe unë dua të filloj me Labinotin, ta diskutojmë çështjen se çka po ndodh sot me skenën e artit, teatrit, filmit, modës, të gjitha gjanat, çka po ndodh me showbizin. Pse nuk ka rëndësi me një këngë, nuk ka rëndësi me një klip, nuk ka rëndësi me një projekt tepër i madh, por patjetër duhet që të kaloj ka Big Brother, apo është një përshtypje jo shumë e drejtë jamja kjo? Deri dikon edhe qëndron si përshtypje e drejtë, për shkak që definitivisht sot Big Brother është bo një lloj recete suksesi, po jo për gjithkon. Unë jam atë mendimin që nëse nuk e ki yllin ballë, më nësh me i edhe 5-6 herë në Big Brother dhe thjesht nuk e merë shka ta. Jo, nuk vresh. Megjithatë, mendoj që edhe zhvillimi teknologjisë, edhe ardhja këty në lloj reality show në Kosovë dhe në përgjithësi të shqiptarët e kanë ndru pak a shumë edhe tregun e showbizit. Se na dim përpara, për shembull, po flas para 15-20 vitesh, ne kemi pritë një emision të showbizit një herë javë, ka qenë edhe 3 kanë qenë krejt, se kemi pas në atë kohë shumë pak, edhe i kemi po edhe nështë nuk ka pas shumë material, ndërkohë që sot ka shumë emisionet showbizit, ka shumë prodhimtari, megjithatë sot më tepër vëmendje merr një protagonist i Big Brother, se sa një këngëtare që ndoshta është artiste afirmu me shumë vite në skenë. Këtu mëse që janë shumë faktor, po ma shumë është edhe pjesa që për shembull në Big Brother ti e shen një banor 24 orë, lidhesh emocionalisht me të, edhe instinktivisht ty t'intereson për të ma tepër edhe kur del jashtë shtëpisë, sepse në gjesi personalitet. Në ndërkohë që në showbizin non kemi shumë artistë që janë shumë të rezervuar për media, që ti nuk din kur gjë për ta. Ata janë ofër me publikun veç me produktin e tyre. Në këtë rast me një këngë, me një film. Që në këtë botën tash të zhvilluar të rrjeteve sociale nuk po mjafton. Vetëm një projekt, vetëm një këngë, vetëm një diçka. Mendoj që do është me shtu me Elmesa. A mund ta quajmë që është fundi i epokës së artistëve? Fundi s'kisha me thonë, se ndoshta fundi kanë thonë edhe kur u shpik televizioni, fundi kinemas, ose i radios. Nuk mendoj që është një zbije ko gjë e madhe. Është një zbije ko gjë e madhe. Mendoj që artistat ka arkoha me lume shumë karta, jo veç me, sepse ma nuk mund është me qenë relevant veç me një këngë që t'je sjell. Pa tjetër dësh me prodhu edhe... Në është shumë një muzikë në spënd. Ani, kënga shumë e mirë, virale, me rëndësi virale po, diçka po më do këtë shumë e njohë. Mendoj që dësh me lume shumë karta. Nuk e di ku e po artistë po e praktikojnë. Po që duhet në gjitha dimenzionet. Për me qenë afër publikut, sidomos dramat, sepse fatkeqësisht populli jonë është i etur me dëgju drama. Tash të thëme. Tash të thëme drama. Margarita, nga sy një gazetare, si e sheh komplet këtë transformim, këtë ndryshim? Mendojnë që është fundi e epokës së artit vërtet artistëve, thjesht tash rruga është e hapur për të gjithë, kurse të Rita kush den me voma mirë le ta bësh. Jo, parimisht zonë nuk mendoj që ka shumë ndryshim, sepse tek e fundit showbizi është showbiz, edhe viraliteti është viralitet, edhe varet krejt se cili çka sheh.
Po, është e vërtet nëse e krahasojmë me periudhat e mëhershme, do të thotë kur ka pas standard, ka pas kohë, ka pas proces, edhe u ka një farë lloj standardi se kush është në showbiz e kush jo, sot rrjetet sociale Krishtina ua ka kthy këngë për një e kanë ndrru komplet procesin edhe jo pse është keq. S'po e tham këto, se tash po ka shumë influencera shumë të mirë që punën e vetë për bajnë shumë mirë, po nuk i kisha ashti në kategorinë e showbizit. Do me thonë ki këngëtar tepër të mirë, regjisor tepër të mirë, aktor tepër të mirë, që i kanë bi 20 vite punë, karrierë dhe e kanë ba me mund, edhe në anën tjetër janë disa njerëz që e kapin viralitetin, e kapin momentin, janë shumë aktiv, edhe ndoshta sot po kërkohet kjo se sa aktiv je edhe në rrjetet sociale edhe çka po i servon publikut. Po nëse si aktiv po harrohesh, po pikrisht, po nuk mendoj që showbizi s'do të me pushu, përkundrazi, nëse ti rrin poston edhe ju sjell gjithmonë diçka njerëzve, atëherë ti po kalon në ekspozim totale të jetës tënde, që mendoj që një artist i mirë nuk e bën këto, as nuk e ka bë më herët. Po flas me emra shumë specifik se e kam shumë për qefi, Ilir Shaqiri. Nuk e mbaj mend kur e kum pa në një intervistë. Kështu që mision e ki dhe në fund 2026-ës Ilir Shaqirin me pru në studio. Ftojmë publikisht se privatisht nuk na është përgjigj. Po e them publikisht këtu. Privatisht nuk na është përgjigj sepse është deklaruar që nuk shkon në intervista. Po pikërisht për atë. Zoti Shaqiri, pikërisht për atë. Unë mendoj që është artisti më i madh i tonë aktorave. Publiku të kërkon. Ilir Shaqiri. Urdham? Po çka mos më shumë. Mendoj që duhesh me ditë pse sakt ai ka heq dorë nga dalja në televizion edhe përballjes me gazetar. Ose ndoshta fatkeqësisht ka dhe gazetar, jo, ka dhe gazetar që nuk janë fare të përgatitën për punën e vet. Ajo po nuk mendoj. Asnjëherë arsye, shumica arsye pse ata heqin dorë nga këto raste, janë fakti që duke ju dhënë hapësira gjithkujt i cili nuk e meriton me qenë ato, këta nuk dojnë me konë në nivel me ta dhe vendosin me u stepë mbrapa. Jo, po se gjithashtu për zgjedhjet e fundit. Një shumë arsye dhe pastaj zgjedhjen nga zakonisht emisione që shkojnë pak një herë në vit. Po duhet më na thonë zoti Shaqiri vetë. A kishte përfundoj edhe Vetë ta mbarojmë dhe ta japim fjalën për secilin pastaj do skenet. Po e sot zonë fama nuk po matet domosdoshmërisht me profesionin, po vetë sa je aktiv, edhe sa po mundesh me mbajt ritmin e rrjeteve sociale. Nëse nuk po arrin me mbajt, atëherë po harrohesh, s'po je viral, po zaventohesh, edhe mendoj që kohët e fundit ma shumë janë duke u kriju emra, se sa tamam artist të mirë edhe njerëz me vlera që meriton totalisht termin me qenë VIP pjesë e showbizit. Edhe na vyn njerëz që zgjasin sken, jo momentume të vogla që i kap, po. Që i kap edhe harrohen. Na vyn dikush që është në skenë edhe ka me mbajt mend gjatë për punën që e bajnë. Tani shtrohet pyetja sa po vlerësohen që ato për punën që po bëjnë. Unë besoj që është një pozicion se sikur jemi tetur. Po, e vërtet, po mendoj që Ku qëndron sot showbizi? Sepse ti vjen Sa me kam punë të me folë, po. s'ka lidhje. Ku qëndron showbizi sot? Se unë në fillimisht duna me kërku falje shifuzve se jam me grep, edhe ose ftohor, si kështë shkeq shqiptar, që një ftoft, nuk kam pa një grep, kom. Edhe me zi po flasë, kështë që po e shoh që disa herë më ka stopona deri sa po flasë. Showbizi sot, normal që ka ndryshu gjithçka, po ka ndryshu kohrat, edhe sistemi, edhe kur ndryshojnë këto sana, nuk mundesh me prit më konë gjanat e njëjta. Unë mendoj që do të më përdor një, le të them, një recept kështu më shpreh bukfalisht, tjetër, për këtyre këngëtarëve ose për këtyre pjesës showbizi ku kanë qenë fillim, për me hec me kohën. Tashti, jo gjithmonë mundesh më përshtat, po gjithkush do të me gjetë their own niche që thojnë, për me funksionu me kohën që është tash për tash. Tash është koha e momentit. Do me thonë, të famshëm ka njerëz që e kapin qatë moment, po nuk do të thotë që do zgjas shumë. Edhe ti Big Brother për shembull është e momentit. Ti mundesh me zgjat çato 3 muaj masi që del, nëse din me majt, nëse din me nxjerr vlerat të mira tuat për me vazhdu fama jote, okej, ka me vazhdu. Por nëse s'ki ma shumë me dhonë se sa ke dhonë sa ikon aty, atër kemi përfundu shumë shpejt. Në shembull i frest, a dul ky Beta? Dul, u bo shumë viral. Ai pa Big Brother, që shke puna. E boni një kam, ju bo shumë jetë, qitetit të projekte sot nuk përmendet. Po, nuk përmendet. Po, ka plot njerëz që
Tjepët mundësia, po sa e mba, mande është çështja dhe fati, çështja dhe profesionalizmi, çështë pranon publiku. Çështë pranojnë, çështë ti e pranon ndoshta edhe sistemin, se ndoshta ty nuk përshtatet, mandej tani edhe ti dush më konë një farë karakteri që mundesh ndoshta më përshtat, që the edhe ti mi pas disa karta. Sot mundesh me bu si artist dush më konë i gjithanshëm, sepse nuk është mos i përpara me qenë i paprekshëm. Për shembull, Dua Lipa, le të themi. Ajo e ekspozon çdo detaj të jetës saj, edhe njerëz e dashurojnë sepse e gjejnë veten te ajo. Se është një person simple, i thjesht, që këta, secili njeri i thjesht ka qef me gjetë veten të një person që është VIP, të themi. E nuk është mo Beyoncé, ajo është e paprekshme, po nuk është që e duajnë shumë, shkaku që ajo ka fanca plot, po du me thonë nuk është një sikur ka qenë përpara, është ketë gjithçka u bo më e mirë nëse është më e prekshme, më e arritshme. Njerëz duhen me po çapo han, çapo pen, ku po rrin, çapo të pëlqen, çu shmi ndriç flokt. I besojnë fjalës tone. Tani sa keq përdoret që kjo influenca është diçka që është shumë e keqe sot. AI e këto hinë këtë farë sistemi që është shumë i dëmshëm për njerëzit të thjeshtë të cilët besojnë një VIP që thot unë e kom blet që to dhe valla më ka pështu. Anashta se ka pështu hisë, i ka marrë do pare që aty. So, nuk është që shukon për para, nuk ka vlerat që ka pas për para. Gjithë shka është e momentit, edhe dush me ditë nështë ta me shfrydzu që atë moment, po prapë se prapë dush me lujt me karta shumë të sigurta, sepse qatë shpejt që shke marrë farm, ti mund është edhe me ronë zero. Edhe tani edhe kur vjen fjara për Big Brother për cilë këtë jetën. Nëse e hi njerë keq aty, ti ki mu majtë men që ashtu, edhe e ki një farë vule për mas, adin, që unë për shamu këthëm ka njerë, adin, kom njerë që takoj dhe më përna më ngën zoni jëtë me të një të folë, ose të knu, ose diçka është një ndjeni mirë. Po, dush me pas shumë kujdes që kjo momentit mundet me ta shkatru jetën, po mundet edhe me ta ndreq jetën. Po ta shtë dikush po donë edhe me qëllim pi bën qëto sene, nuk menoj që është vështena. Është një prikartave, është një prikartave. Po, është një diçka që përbojmë me negativitet, tani pëkthejmë pozitivitet, si ajo Briki për shembull. Brikina që është në Big Brother VIP Albania, ajo ka bu skandale, le të themi, kësi memes, kur ke atje në mes, kur ke në Tajland dikon, edhe u gjiku, qatë shumë, qika, u gjiku për vepat e saj, pa ajo e mërë vëmendjen, edhe kur hinë në Big Brother, ke një sweetheart, adin qëfar karakterit mirë, që do të thotë, mos e gjika dikon, vishë pëso ka bën gjeste, ajo e mërë vëmendjes, nuk përdu me gjiku akun mirë, akun keq, ajo ka bu që ka mu që asaj, karakteri vetë ja ka toleru, edhe ka vazhdu në Big Brother, tashti është the sweetest girl, është qika ma cute, a është falës, as është falës, po më interesën, po është të e bu shumë mirë, edhe vëqja zgaduarën për dikuna që din me menagju këtë situatë, është me apranu. Pak ma herët zonë, the diçka që m'la shumë përshtypje, the jemi të bo ma shumë zhurmë se sa që kemi përmbajtje, edhe të kur vjen puna të zhurma, po du me undajt të dasma e Bleros këto ditë, sepse me ndojt hatë sa ke era kryefjall, ishte edhe Blero krahas shkëshin njani me tjetër. Dhe kam pa shumë tituj, shumë qasi që nuk unë ka pëlqy. Fiks. E kam bulizu një... Këto janë 3 dasma, për shumë një për tip të veshtë, kështë që e pash, këto janë 3 dasmat e Bleros në dërvite. Shkurt e Shqipe kam bulizu. Në fakt, kryefjalla e kësajove, le themi në botën e showbizit, ke Blero dhe martesa e ti, edhe njerëzit që dite me faktin se si munden me mira shares, me mira komenta, me mira lajka, që nuk munden me thonë një urime për qiftin e ri, por hynë edhe kryojnë kinë se shako, sepse shumë shakagjin janë shqiptarë, ne kanë humorin kështu anglez, edhe mandi din me gjetë aty edhe me kryu meme dhe të tjera, por është shumë interesant se që ka thot Blero pas martesës e ti. Edhe unë fola me Bleron edhe Blero thot kështu për krejt ata që po e komentojnë, që besoj shumë se kam ju dhonë një mesazh, sepse përdu me dalë të përmbajtja. Thot ka pas në ndonjë postim? Jo, Blero flet ekskluzivisht për zonat, sepse kam kontaktu me Bleron personalisht. Edhe nuk ka fol me kërkon tjetër, kështu që e kemi një deklarat ekskluzive pas dasmës. Thot është e drejtë se cili të komentoj, jetojmë në një shtetë të lirë. Unë për vete, kjo është mesazhi, asë që merna me këtë çështje. Thot, s'kam ku me u marrë me punë të tjerve, merën tjerët me mua. Edhe tash, zonja dhe zotri, kur flasim për mesazhet, po flasim për atë se ky zotria po ju thot shkurt të shqip, unë po e jetoj jetën time, se a martohem një herë, 2 apo 3 herë, nuk është punë e madhe. Madje nëse dëni me i pa martesat e Bleros, ju duheni me marrë shembull të Blero. Pse? Po flasim për një burr që në secilën ndarje është nda me respekt për ish bashkëshortet e tij dhe ish bashkëshortet e tij publikisht tregoj respekt për të. E që ka thot tash për emisionin Zonat, Teuta Krasniqi. Thot Teuta,
Unë mendoj që ndarja jonë, para gati 12 viteve, sepse unë fola personalisht edhe me Teutën edhe me Bleron, Afrona nuk më përgjegj. Tha, ka qenë një ndarje shumë e njerëzishme, që është shumë e rëndësishme, sepse përdu me undalë të përmbajtja. Nëse jemi persona publik, nëse jemi pjesë e showbizit, atëherë po flasim edhe për mesazhet që po japim, edhe për ndikimin që kemi tek njerëzit. Edhe Teuta Krasniqi edhe Blero janë një prej ish qifteve që e kanë dhënë shembullin më të mirë se si mundesh me unda. Nuk ka das, përse nuk ka ndarje që ka bërë më shumë t'i bujë në Kosovë në botën e showbizit sa e Bleros dhe Fiks, dhe tash po flasim për shembuj që janë dhënë. Asnjëherë nuk e ke dëgjuar një fjalë të keqe për Teutës për Bleron, asnjëherë nuk e ke dëgjuar një fjalë të keqe për Bleros për Teutën, dhe në mes është një vajzë për cilën të dytë kanë respekt, dashuri shumë të madhe. Që tash e thot? Me njerë tash e thot. Unë si qytetari rëndon. Thot, unë mendoj që ndarja jonë, para gati 12 vitesh, njerës që 12 vjetë jo ndarë. Qash bajat është ky vend? Jo, halo mereni me Teutën. Që 12 vjetë merën halo me historinë e tëve. Që do më thonë? Kaq mesazhin e Do më thonë impakti. Një ndarje shumë e njerëzishme dhe me mirë kuptim. Ka vendos një standard të ri në shoqërinë tonë duke dhënë mesazh që një qift që ndohet dhe ka fëmijë në mes, në asnjë mënyrë nuk duhet të armiqësohet, por përkundrazi, mojen mend, përkundrazi, duhet të jenë bashkëpunues për rritjen dhe edukimin adekuat të fëmijës, gjë të cilën ne kemi bërë dhe vazhdojmë ta bëjmë, pavarësisht që kujdestarin për vajzën tonë e kam unë. Kur është e domosdoshme të ndodh ndarja, ajo nuk është dështim. Përkundrazi, është vetdi, është rritje emocionale, shpirtërore dhe njerëzore, ku njeriu e kupton që nuk duhet të qëndrojë në martesë jo funksionale. Ajo që është dështim është qëndrimi në martesë jo funksionale dhe rritja e fëmijës në ambient të tillë. Askush nuk po thotë që është jetë ideale të divorcohesh, sepse besoj që askush nuk martohet me qëllim që të ndahet pas një kohe. Por ndodh që rrethonat ndryshojnë, njerëzit ndryshojnë, nuk janë në të njëjtat frekuenca apo çfarë do arsye që sjell deri te vendimi i ndarjes e që ky vendim është shumë i shëndetshëm se sa qëndrimi në martesë jo funksionale vetëm për sy të botës. Sa e bukur. Ajo që kisha dashur të shtoj është që secili njeri para se të qëndroj, para se të gjykoj dikë tjetër, së pari ta kthej gishtin nga vetja, sepse askush nuk është i pagabueshëm. E të mundohet të vendos veten në pozicionin e tjetrit, të mendoj e reflektoj vetëm si njeri me sinqeritet të plot dhe jo vetëm të mundohet me deklarata apo komente të gjykoj e vlerësoj jetën apo vendimet e tjetrit duke mos e pasur as ide më të vogël se çka e ka sjell deri te një vendim. Jam e sigurt që nëse secili prej nesh reflektojmë para se të gjykojmë, kjo botë kish me qenë shumë e mirë. Tek e fundit secili e kemi lirinë tonë të zgjedhjes dhe vendimeve që i marrim dhe lirinë tonë nuk mund të ndërhyj askush tjetër, sepse atëherë po dashka të gjykohet jeta e secilit prej neve. Besoj verbërisht, thot Teuta, që nga mendimet dhe fjalët që themi, secili nga ne përmes tyre e krijojmë realitetin tonë. Prandaj e them me zemër e dashuri që duhet të mundohemi ta ushqejmë trurin në shpirtin me gjëra pozitive, e me mirënjohje për të gjitha bekimet, mësimet, sfidat që na forcojnë dhe për të gjitha të mirat që na sjell jeta. Dhe më e bukura thot, Eronitës dhe Bleros, ju uroj shëndet dhe harmoni e po ashtu uroj të trashëgohen. Këtë urim, thot, ua kom përcjell të dyve privatisht. Që shumë bukur, po edhe po du me thonë diçka për çështjen e Blerës. A din kush shëshon Bleron? Burrat shqiptar që i xhelozojnë. Tri bukuroshe i ka pas gra. Cilën e këtë është me e bukur se tjetra, kështu që... Blero ja ka jap edhe të drejtën publikut me sha dhe me bullizu për shkak që është ndër artist që jo me sha, nuk i ka dhënë drejtën. Me komentu, po tash po e dim që ç'është komenton publiku shqiptar është e dishme. Jo, me sha dhe me bullizu the. Jo, okej, Peter Heqi. Mirë. Me sha dhe bullizu, por me komentu për shkak që Blero është prej artistëve të pak që asnjëherë asnjë detaj të jetës personale nuk e ka kursy për jetës publike. Gjithmonë ka qenë pranë shumë intervista si me historinë e bashkimit, ashtu edhe me historinë e rregull, mirë, po nuk duhet me shumë nuk me shumë rregull. Në rregull ka të drejtën njerëz tash nuk komentoj gjithmonë pozitivisht. Kjo tregon që është një ndër nëse ka një ndarje që 12 vjet, tregon që është një prej figurave më të rëndësishme të showbizit dhe komentohet më shumë ti, që ka impakt më shumë ti. Sepse ka shumë interes për jetën e tij. Mirë, po me sha, me bullizum, nuk mendoj që asnjë figurë publike meriton komentet, kërcënimet, bullizimi e ngjashme. Këto nuk i lejon kërkush. Mirë, po e xhelozojnë, e shohin burrat shqiptar, çfarë po Blero, në përgjithësi për Eronita urime, po që shëndetin. Në përgjithësi për elitës të vjetër të artistëve mbas vitit 2000, këta artistët që kanë ndonë më shumë copca prej personale si Blero, Fjolla, intervistat e tyne janë shumë atë ndjekuna Fjolla Morina. Po.
O fjolla Morina, se më kujtun edhe 3 fjolla tjera. Okej, jo fjolla Morina, që ka ndohë ma shumë dhe dojë pritës personale, i kanë intervistat edhe vëmendjen e publikun shumë të madhe, ndoshta jo për artin e tyne, sa për jetën personale, sepse janë një prej atyne kartave që për mena ma herët, me cilën këta dy artistë ndër të shumë të tjerë kanë lujtë në profesionin e tyne. Në fakt që kanë rëndësishme me ndohë që jetën personale kanë përdorur para një albumi, Po. për shembull. Ku kanë dashur me publish një album, e kanë përdorur jetën e tyre personale për me Por mbri nuk është që shpesh e gjykoj dikon që ndohen jetën personale, se ndoshta do me përçu mesazh. Krejt okej, po dyqysh kërë nuk përfundon mirë kur ndohen shumë jetën personale, edhe nëse të kërkush bërë Ose nuk më është më anku. Ma mirë nuk më është më anku asë më viktimizu, se vetë po ja jetë të drejtën. Në fakt nuk pajtona këtu, sepse kur njerëzit martohen, blerët dhe të uta kur janë martu, ajo është marrë vesh. Edhe sigurisht se ka qenë në syrin e publikut. Iftove, more shyrit e Belulit të shkëshin ndasim edhe pa iftu, po më zbani e gore. Po, është vërtet. Mund është më martu shumë dhe privatisht. Nuk është pa tjetër me bodasta. Dora, Nëse veç dojë. Nuk e kom kuptu vëmendjen Me dëtë kapak. të reja shyrit të skur. Aso se kam kuptu zonë, por interesi masës... Ama, qëre, nëse gjënë ardhë njerëzët paftume, edhe u bue madhe, këtë regull, për nëse ti shkon se cilin emision edhe full për jetën tonë private, vallajnë ti veç a ke qilë 100 dyrë për me full për ty. Atë po e them. Se na jena qasi njerëz, apo den unë e kuptoj ty, nëse donë me full njerëz për ty, kënë regull, shkon këtë emisionet, po, që ja ka qilë derën, po ja ke qilë derën. Në momentin që ti ja nisë me së qaru vetën, edhe me full për jetën tonë, qka do qovë, se ani ma i vogli, se cili ka me pasë drejt me komentu për ty. Mi mirë, krejtë në regull, na thjesht po ndalim edhe po diskutojmë me qëfar syri ne po e shohim jetën e dikuj që po vendos me qenë shumë i sinqert me fansat e ti, me njerës të ti. Ajo që do të hapim tash këtë debat se erës, po, dhe të njallëm bra fjallën, era. Shumë pak. Shumë shkurt e la. Era sot të me kursejnë, Shumë. Kujdis është maksimalisht. Jo, unë mendoj që... Uroj. Unë mendoj që showbizi ma herët ka ofru shumë ma shumë se sa sot. Ma herët është punu jashtëzakonisht shumë për cilësi, sot mendoj që punohet vetëm për sasi, ajo që tha edhe ona, vetëm për çështje momentale. Sot edhe famen edhe gjithë shka njerëzit kanë qef me kop pak ma shpejt. Nuk pritojnë sot me punu, nësë atër kanë punu me vitet të tona për një diçka, tash dojnë me kap në sekund, sepse është kjo çështja e lakmis që kur e shohin, për e marrë shambull Dafina Zeqina, ata nuk e mendojnë bagajin që ka pasaj me vitet të tona për me qenë kjo që është sot. Ata mendojnë që sot mundë mu bo si kur ajo. Po është një punë shumë e madhe në prapas vend që shkon për me e mbri ato. Tash, ata nuk bojnë mo kompromisa, bojnë kompromise për duke thonë me gjithë shka edhe mbrin që atje. E kjo është tani shumë me dëmshme. Tjetra është që për shambull, tani njerëzit krijojnë edhe shumë skandale për me ofru që ato. Unë nuk mujtë kur me kuptuat ndjenjen e knasisë që njëre e merë qatë lloj fame, që nuk e djesë shka ju vynë që ajo lloj fame kur bo që është. Tjetra është për shambull, kur ndalësh edhe e këqyrët është e përmendet Big Brother. Ato, unë hala nuk më mëj me gjithë shumë cilësi, ose njerë shumë mendoj që ja vlenë me qenë atë. Do me thonë, është ullë, është degradu qëtë shumë, sa që ty të vjenë tërp me qelat kanal. Televiziv, do me thonë, edhe... Nuk e pas atë mision, do me thonë, me për tjellë vlera, ose nuk është pas program kulturor. Po flasim për gjithësi për çështjen e showbizit, unë nuk po them që a jep tash vlera, a nuk jep vlera, vetëm të brenda kurrës së cilit komentu showbizit, edhe ato njerëz që nuk i përkas në ato bote. Çka po duhet të thonë është botë të famshëm pa pas një diçka me dhon. Ka pas figura tepër të mira brenda Big Brother, Elir Shaqiri në Shqipëri, fituesi i edicionit të parë. Egla nuk ka qenë. Ajo është super artist. Po, ata janë tjetër nivel. Po këta e përmendën bigun e këti edicione. Nuk po flasëm për bigun e kalumës e ma jep, po flasëm për bigun e këti edicione. Do më bolla si format. Unë thash, këta thash, ma herët nuk kam pritu, kam pas një farloj përgjësi shumë matë madhe njerëzit për me qenë pjesë e showbizit, edhe ato jenë shumë matë kujdesëm që ka po ofrojnë. E tash, sot nuk ja di shumë rëndësin publikut edhe përgjësisë mediatike. Nuk e interesën kërkuj se që ka lëshën, që par deklarate lëshën, vese me marë që atë audienca. E kjo nuk më peqenë dhe këta nuk e... Por shtrohet gjithmonë pyetja edhe të ajo se për çka reagon masa më shumë. Dhe nëse masa po reagon më shumë
për faktin që Blero është martu 3 herë, më shumë se që një vajzë është dhënuar nga 17 persona, hajde ta shohim ku jemi si shoqëri, zonja dhe zotrin, jo që po dini me gjyku për se cilën deklarat. Po jo, unë e thashtë dhe një hymi, kjo nuk është veç çështje showbizi, pastaj kjo është pak çështje mendësie dhe niveli shoqërisë. Sigurisht, prandaj ndola tek përmbajtja. Do të themi çka ka ndikuar në krejt këto. Ne do të kemi vetëm pak marketing dhe pastaj do të kemi me debatin, diskutimin. U kthehemi për të vazhduar me diskutimin se çka është showbiz sot dhe është më rëndësishme fama se sa talenti. Këtë pyetje Margarit po du prap ty sepse unë shoh ty gjithmonë edhe kur të përcjell ty edhe që je një kritike e madhe e atyre që mundohen me ofru diçka shpejt. Je shumë e lidhur me talentin, me punën që duhet me afru? Patjetër që po, nuk që jo gjithçka që është virale është relevante. Dorën zemër martesat e Bleros, ose të dikuj tjetër, fare punë s'më bëjnë. Për mu... A je martu, alo? Ashtë ta e martu së Ta shtë nderi, diqka. Me i uru, po flasim për masën. Po, e vërtet, por pëse është relevante me u trajtu qatë shumë martesa e dikujt, ke ku shke, ose e zonës, në ashtë ta nesër ka me bërë shumë e madhe. është më rëndësi për shkak Ky popull, kur po aservën një pjatë plot vlera ushqyese, po thot, ama një hamburger. Po, e vërtet, ama dhe na po ja u japim qato. Do të thot, nëse hynë në media, krejt lajmet i ki qësi. Që mu vjen keq, dorën zemër, ka njëherë vjen keq edhe ku kam ri gazetaria sot. Për mu nuk është gazetari me ndjek edhe viç me ka viralitet edhe hajtë të bëj klikime. Sinqerisht, për mu nuk është gazetari kur del një super bukuroshe pa dasht me ofendu, del me dhan lajme, më falj. Unë sot dona me citu profesorin tem shumë dashtun Milazim Krasniqi, që ka thonë, pa qenë gazetari i mirë, asë njëherë nuk mund është me kanë moderatori i mirë. E sot nuk e kena qëta. Edhe, ose mëj me thonë, e kemi të pakt në numra, dorën zemër. Jo gjithherë, fama duhet mu matë veç hajtë t'jon ftyrë publike, së është e momentit, duhet me kriju diçka që ti ki me mbet gjatë në kujtesën e njerëzve, qoftë me profesionalizëm, qoftë me punën që ti e bën, qoftë me karrierën tonë, edhe krejt kjo ndërtohet me vite. Qka nëse nuk të shpërblet që ajo? Qësh po me dojnë? Për shama, ti po qëndrojnë autentik. Është diçka që ty nuk t'janë loqë dhe gjithë më kam të shpërblet. Qka nëse nuk të shpërblet në që ato që ti e meriton, se unë e pedi që ty të shpërblet diçka, po qka nëse nuk t'vjen të qaja pika që ti e dënë, për shama. A bën të diçka veç për fama, a bën a i deklarat veç me rënësia? Po them, nuk besoj që një artist, hajde po flasim për artista, ose një aktor, ose një regjisor, që për një me ka kalu shumë kohë edhe shumë proces për me mëri aty ku është, del edhe lëshon në i deklarat ose veprim palidhje veç për me u pa prej njerëzve. Po veç artistat showbizin në përgjithësi, që ashtu që sheshin vetën nuk janë qatë pikë? Po dorën zemër mu, së më pelqen që ajo. Do me thonë mu, një artist i madhë, me ma promovu që ato dorën zemër nuk e këqyri ma. Po shumica promovojnë që ato. Shumica Shumica nuk jetojnë në realitetin e vetë. Do me thonë, e paraqesin një diçka tjetër, por realitetin e kanë këtë tjetër. Pse po thëmë që kjo menon ti që po ndodhë? A është fair nëse dikush munohet, është autentik ndaj vetës e kretë, por nuk shpërblet si qaj që e ka të momentit edhe... A duhet me bëjt gjithçka për me mbriti fama? Jo, s'duhet me bëjt gjithçka. S'duhet me bëjt, po mandet kushton ty personalisht. Se për shembull... Po tani është që kjo pika. Po i thu ty të kushton personalisht, automatikisht po e qetin pikë pyetje mirë, ama mirë me më kushtu personalisht, a me sakrifiku diçka për më shku tutje deri te suksesi. Edhe automatikisht po ishte njerëzit me bo hapa të cilat Unë po du me thonë që është qaj person sa mundet me imbjetu që sana, sepse është një farë dëshprimi i madhë nëse ti nuk vlerësohesh sikur qaj personi që është i momentit edhe s'ka kur farë vlerë. E ti këtë jetën ki punu edhe në fund krahasohesh me qatë njeri. Tash, që kjo është aja pika që nështë atë ishtin do njerëz me bo sane që nuk janë në ratin e tëne, po kur e ki një popull që ta vlerëson ty Big Brother e 24 orë, edhe një person si disa persona atë që... Si kosh? Le të themi që femna tona që po japin një shembull mu përla për një moshkull si Limi, për shembull. Adin tashtë ti kur qati je vlerë, edhe nëse qaj i përfaqëson moshkull shqiptar,
atëherë na ma mirë mi ka plashka me i piktuj, Po se s'pas kem kur ai edhe i përfaqëson se ata nuk janë të marrën Nëse po thënë, Kolumbisë. po nëse po thënë, po shumë e vërtet, po nëse është që ajo e vërteta dhe femnat tona, gratë tona, po qohen për përlajnë në një reality show, plus njona pitënve në 2 reality shows shkon e qatë vetën për qatë njeri, që ashtu Alba, shkon zhag, mu vjen keq, edhe i Shahim Rani kësha thonë, oj, zemra me ki vlera ma shumë, why, pse tu ja bu vetit. Se çfarë vlera ka? Apo po si grupe ka vlera ma shumë, ajo du të mja dit vlerat vetit mas pare. Sigurisht pajtona me anën sepse Apo mu vjen keq ajo është në pozit, po nuk duhet me... I luftës së grave për një burr është çështje edhe kulturore, sepse gratë janë mësu me luftu për me mbajt burin, janë rrit me idenë që ti duhesh me punu për me mbajt burin, ti duhesh me punu fort që buri me nejtë në kratë e mos me shku në kratë të tjetrës. Dhe në këtë formë gratë kanë kryu një lloj lufte me zveti, me idenë që unë ko me mbajt burin edhe me qatë ide, me qatë kultur, ato të trija mrenda, përfshirë edhe bijan që është rumune, a? Po. Të me thonë edhe rumon të janë nësoj. Po jo, vetë ajo e din qëndrimin e vetë, ajo s'po lodhë për atë punë, ajo e din qëndrimin e vetë, po ma e stofshme është që për një meje të japë një mesazh që ti dush me luftu, me dash dikën me zërë, me qëti me dash ti me zërë. Apo din, nuk mund është me mështi kërkoj me dash me zërë, në momentin që ti duhesh mi kalzo dikujna qysh me dash, ti largo për aty shë se ke huplojen. Është orkestrume, është orkestrume. Pse pikrisht prap e thërën këtë farë limin, apo? Pse këtë limin e thërën bashkë që tashtë? Sepse ata e din që ka ndodhë me ta ma herët. Edhe, që kam ju servuna për hir të për hir të dramës, po, edhe viralitetit të madhe dhe klikimeve, hajde për bim limin, neve në arritën klikimet, njerës komentojnë shojnë, na përfitojnë. Po në regull, ajo ti të Po polisi logjik, Paulin. Po nuk është në regull, se nuk po japët mesazhi mirë. Nesër një qikere e shë Albën, edhe me ndonë se është me Shqipëre. Alba është përgjithse për veprimet e veta. Mundet me qenë, unë kam qenë bigër, së ta shpikër me Pyetja shtrohet pse është kaq e rëndësishme çka po ndodh aty brenda, pse nuk qytetarët e kërkojnë se nëse produksioni ka kërkuar me bëhet diçka të tillë, atëherë i bie që ata e njohin publikun cilin e kanë përballë. Fiks. Dhe çka na ka sjellë në këtë gjendje? Këtu shtohet pyetja, sepse ne çdo ditë dëgjojmë njerëz, shohim pasha zotën ko, skomja, gjithçka është nivelit zero. Jo, sinqerisht kena shumë vakt. Edhe kur ki nivelin zero me gjithçka, tu fillu për me hungër buk, ti s'ki bashkë hiç kur gjë me bo dhe rënë që aty e ushqen veten me sa ama na duhet me fillu me eduku këtë publik. Skomja është me gjithmonë po jem publik, ndaç ekonomik, ndaç shoqëror, ndaç tona, çto e nivelin e prodhimeve. Era, nëse e marim një prej dokumentarëve tua, ose një prej hulumtimeve të mia, po në alim i qtash, edhe i analizojmë klikimet, edhe marim një video të shkurt të Big Brotherit, në të cilën shihen duke u larë, me roba të brendshme, 2 banor, kush da qofshin ata. Hajtë tregom kush ka ma shumë klikime? është dishme, edhe qka ka të keqe mullo. Jo, tregom çka po më tregon ti që po losh. Po vesh po tregon që më në higjiena. Atë ku më hulumtim zotri, tregoj shumë njerëz që kalohen. Kjo është preferencash. Për preferenca po flasim. Po do me kallëzu që fokusi i publikut është aty. Ama publiku zgjat çka i servohet. Algoritmi mandej i servon çato çati pilyp. Na vet po ja ofrojnë çato. Po pyetja jam është çajo që servohet në mënyrën më të mirë të mundshme nuk sjell buk me hunger. Jo, po më kujtohet një deklarat. Që kjo pyetja, që kjo është the tricky question, fal, era që po ta ndërprej. Çka nëse që kjo që po servojmë vlerat, nuk e ka t'japin buk me hunger? Ma herët ka shtu thonë, në vesh tash për profesion. Çka është vlerë mas pare? Edhe ajo që ndrë. Se na mendojnë që është vlerë një që është caktumin, gjatë caktumin mirë, po mund jenë gjitha tjera. Po Big Brother nuk guxon me u përkufizu si anti-vlerë. Unë nuk e shoh Big Brotherin si anti-vlerë. Është një reality show ku njerëzit me të vërtet hynë brenda. Jo veç Big Brother, po flasim edhe për rrjetet sociale, TikTok, që shfaqen storyt shkurta, shfaqen video të ndryshme. Fiks, veç duhet me u kanalizu për çka dhe çysh po përdoren. Unë sot shoh vajza dhe djemë të cilët as nuk janë këngëtar, as aktor, as futbollist, as qa po t'ju tjetër diqka gazetar, po veç na i morin video, na i komentojnë. Jo, po përshët që ka shumë followers, ka shumë njerëz që ju shkojnë prapa,
Dhe për shkak të videove që i bajnë mbranda shtypive ty në ose diçka Ama dallon TikTok edhe mediume. Ajo pjesë e showbizit. Jo, nuk jam pjesë e showbizit. TikTokun mundet me marrë gjithkush me bën një video, po që në studiet tonë nuk mundet me kanë gjithkush më ndaj brapa, kritere, kemi pastaj isha edhe në studio televizive. Jo, tash unë e kam fillim deklaratës që në pata që unë jam shumë kritike ndaj degradimit që janë të e bë. Aden këtu kemi përgjithësi që me ngrit nivelin. Për shkak të viralitetit, pastaj janë edhe në studio televizive, mirë po. A është e drejtë mos me leju njerëzit me dalë në për studio televizive, vetëm se na po e vlerësojmë që s'pas ka talent, ose s'po freka ku gjë. Kush është ai kriteri, cili është ai kriteri që duhet me kon kriteri për me i thonë dikujt je pjesë e showbizit ose Paulina që është reke pyetjet më herët ku do të marr licencë me pyetja jam me diçka me ofruni diçka jo vetëm kishim një artikull në media mas deklaratës së erës edhe thot përveç deklaratës së çrroditur të analistëve të zonave tha nuk reaguan asnjë prej analistëve të vetë shpallura dhe pastaj unë erdha dhe shkova të këta analistat bura edhe thash ku jeni licencu në cilin institucion si analista ta dim edhe na ku me shku me i paraqit dokumenta e kemi diplomat bachelor, master e kemi përvojën dhe 2 vjet të tutje po që ajo që ka shkru që aty a është e licencuar është opinioniste në Facebookin e vetë ose Vesh më interesoj ku e ka marrë licencën që të aplikoj. Jo, cili është ai kriteri që duhet me kanë disa filtrime zona që i dim disa rregullat të televizionit që jo për gjithë filtra për shembull i kishte qitë temës me leju dikon me kanë pjesë e showbizit në këtë rast. Në momentin që unë kisha pa që nuk është një vlerë e mirë, një shambull i mirë, mos nisëm me pyetje çka vlerë, çka shambull i mirë se e dim për një shambull të mirë, edhe për një vlerë nuk e meriton me qenë pjesë e skemës. Për shembull, një artist ose një figurë publike, për shembull, nëse është një artist këndon bukur, ai e meriton me qenë pjesë e studiove televizive. Nëse është dikush një aktore që aktor pa mirë, e meriton me qenë pjesë e studiove televizive. E ka një diçka që identifikohet. Një artist profesional nuk i një shumë thjesht zona. I bëjnë ato skandalet që ti e ki shumë i natë. Zona duhet me i kanalizu. Era dëshiron të folunit i që bukur ashtu. Po që të qëllon fjatë ndryshe, shuas nga jeta vetë në zonë. Se jo me qetë, unë respektoj gjithë të cëllën edhe pranoj. Për kjo larmia, këtë ndryshime, unë dhe që bën gjithë shka ma interesantë dhe ma të bukur. Mirë këto, mirë po interesoj që nëse ka zotë bukur mirë, po në anën tjetër, nuk i ka ato vlerat që ti kërkon. Vesh këndon. Është tjerë me këndon. Është aktore, aktron, është shkrimtare, aty në kohë një libër, një diçka. Është me malmesa, nuk është veç me një segment. Ana me mojt Instagramin e soj me që të veç më shumë këndo. Edhe mos jep një pajë tjetër, se janë këto mesa që ti e kompleton pastaj çat pjesën e këngëtares që ti thjesht e kompleton veten, ama ti as zo, as art, as diçka tjetër çka. Aden të vesh se je i mirë ose mirë, po vjen penzani hapësirë televizive. Ja, meriton me kanë pjesë artiste me qytet. Patjetër. Për erën s'ka moment. Era ka arrit diçka që jo, në hala çudit na çush ka arrit me shku me kënu kampionat botëror. Sigurisht. Onora e Strefi më pëlqen shumë ashtu. E ka yllin balli era. Era e Strefi është vetë harmonisht se Nora e Strefi. E ka yllin balli, era do shumë e veçantë. Jo, më shumë se Nora e Strefi dhe era e Strefi. Në një ngjarje e cila ishte organizuar që s'po e përmend ku, kemi pas 3 këngëtar, ka qenë Irma Libohova, Alban Skënder dhe Era e Strefi. Irma Libohova komplet natën kënoi live. Alban Skënderi gjysmë live, gjysmë playback. Era i Strefi, përveç që disa lëvizjet jo shumë, edhe ato shumë të shprehta mirë, nuk në i live heq, sepse nuk dhe me të live. Unë e kom atë përshqipje që s'de me të live heq. Jo, nuk është kriterë me të live në Kosovë, në klubet tona, nuk është live. Për zonën, qëfar kriteri është unë e ku shkemi të gju një këngëtar, në dume një tu kënu edhe live. Sepse Irma Libohova kënë gjithë natën. Mendoj që i e pa drejta jo gjithë natën. Alban Skëndera e pa kishtë edhe ndimën më shumë mendoj se në studio televizive nuk do duhet me pas profil të dikuj që bën këngë ku shohen edhe nohen. Pastaj po i dëgjoja intervistat e saj. Shumicën i drejtë sa vi ka veç pak si tu kesh, më nuk thëtë kur
Jo, Era, actually, unë menoj që Era është tepër sweetheart si person. Edhe kur i fol intervistat, Veç nga larg fola. Po, okej, po thëm intervistat që ku mujt me pa, është e jashtëzakonshme. që ku mujt me pa unë te Era është një qik shumë sweetheart edhe fol shumë sana që shumë pak njerëz mundën mi kuptu, në fakt. E ka një bot pak Fol ma për shpejt. universin, jo s'o thot për ti zonë, sorry, se i rasti Jo, desë ta qitë për mërmendja. Jo, për mu. S'ma mërmendja që Ama ngam se për një mesë rëzështë të thëmë. Po jo, po Era e fol shumë, ka shumë interesant mënyrë të folin, shumë fol për universin, shumë fol për një botë kek tjetër, që për një me shumë pak njerëz mundin me kuptu. Edhe unë menoj që është shumë speciale. Në fakt unë vlerësoj Erën shumë, e ka një farë artist lokun veti që e vën të veçan nga të tjerët. Mundet mos me pas vokalin e fuqishëm, po e ka një vokal tepër sweet që nuk do të thotë që me patjetër dush mi mbri nota tepër më konë këngëtar i mirë. Qashtu, nuk do më to me qenë Luciano Pavarotti. Unë qka Erën mu veç më vjen keq që ju, që me thonë, ju kanal nështë qaj hovi që e ka pas, se menoj që i shkon Bia diçka, Bia ka po. Menoj që i shkon one of the best in the world. E ka qatë shmek. E ka qatë energji, e ka qatë... She's a star. Më do këta një vatë të mbot. Po përse më falë, veç pak. A dhe sa këngëtarin në Kosovë, veç pak, a dhe sa këngëtarin në Kosovë, në përmënojnë bot, nuk din me knu, edhe kur dalin J-Lo. A din me knu J-Lo, s'din. Nuk din me knu, nothing. I swear J-Lo nuk din me knu, këtë bota e kjesh J-Lo, pëse s'din me knu live. Edhe Beyoncé nuk është që njëtë shumë për vokal shumë superior, po. Ja, Beyoncé jo, Beyoncé jo. J-Lo njifet që nuk këndon mirë Nëse Beyoncé me Christina Aguilera, nëse me Mariah Carey, në shumë J-Lo, nëse hen me qyrë, J-Lo nuk njifet... jam e shokuar. Beyoncé është great performer. J-Lo Nuk është nuk brisë në mirë live. Veç që nuk shokova. Zona. A përshë që nuk bën me vlerësu kërkon prej qështjes së showbizit, kredin. J-Lo është J-Lo njifet, po që veç për të apin informacion. J-Lo nuk din me knu live. Këtë bota e përkjer J-Lo. J-Lo është aktore shumë e mirë edhe është performuse e mirë, po nuk din me këndu live. Era i strefi është 100 herë ma mirë se J-Lo. Veç performancën që e ka pas me Shakiran, Po performance. edhe këndimin. Jo, zamër, J-Lo nuk din me knu. J-Lo se mja shkel fytin edhe me janis me knu. Unë po flasë nga kritiku. Nuk t'inglan mirë. Munohet të shketa. Me gjukat është ikon. E kam një shtëtari që si e profesioniste në ashta dhe e din saktësisht aty me knua jo. Unë jam profesioniste, po unë e di qka është edhe i shoh, apo din se e di që J-Lo ka vujt të njetën e vetë për mu konsideru këngëtare mirë film. Po nuk din me këndu. J-Lo kur bën koncerte, ku do mbot, është performuse. Apo kupton çka po është performuse. She is a show girl, që është super famous edhe jap një show perfect. Për mua dhe me këndu live qartë zakonshme edhe muzika. Po se, ka nga kur i gjizojnë studio më ndej i shtori, ka magjia. Shamu mu më pëqen me Linda Ademi. Po pëse është shumë, shesë është e Mitrovicës. I love her, atë më do më përnimet, unë pëqen shumë edhe kitë kongë të angoj edhe ja di kitë kongë. Hajtë në senja? Unë pëqen më da kësit. Ani më ka nalë zonë. Ti dush me kënu komentare gjithë qysh. Ja përse këmë këtu hirë. I me recituar. Ani përse edhe me Linda reciton, bëjë ki shpesh. Zona më shkrujtën online, po më pojnë me të pytë, po më pojnë me të pytë a është e për cilë zona bigun si vjetë. Edhe qëfar mendimi ka për, po. Të Kosovës është fjalla. Në fakt, nuk është shumë i për cilë Big Brother, po i për cilë në shumicën e kohës, sigurisht që po. Nuk kom ikon, ka në qarje që i këshyre. Të kalun t'i kom për cilë shumë se sa këtë Big Brother është shumë më vërtit. A kina i emër specifik në preferenca që është si fitus, shë pas shepa? Jo, nuk kam, nuk Apo di. një thonë në? Hajde. Lëndrimi. Janë ata dy djemë të fakshëm që janë bëha. Po, lëndrimi shpesoj që fitojnë lëndrimin se është shumë nice. Po ju tjerat panelistët jo ma njerë ju me mendimet. Po na interviston. Oke, lëndrimi. Unë e kësaj radhe kisha dashtë me fitu një qigë bre e Edhe që është e radhës. Mendoj që kisha dashtë me fitu Eliona. Eliona. Okej, historia saj ke goxha e veçantë,
Jo, mu më pëlqen sa është e artikulume. Po, është shumë Edhe energjik. mendoj që është Më pëlqen edhe shumë energjik është me fitu një qik. Së është veç energjik, lëndrimi është shumë smart. Eliona për ndryshë është, mona me thonë njëresh, konkurentja më e preferume prej famnave brenda shpis në publik. Ka një armat fansave. Edhe unë kësha pas qafë këtë vit me fitu një gru, se mendoj që është e rrugës. Urime. 3 vjet e para kanë qenë, mendoj që me Sygertës edhe Elionës. Jo, të e pa. Sygerta edhe Eliona mendoj që cilat e merë është fajn. Sygerta. Ka pas shumë qëndrem Ja, ma mirë sa për Se qëndrim. gjithë banorë. Ka pas qëndrem pas edhe Eliona. Uroj që gjithë fitojnë. Zan, njerëzit më kanë pyet nëse hin Big Brother. Une. Mu më kanë pyet, kështu them. se më shtrua dhe publikisht pyetja prej një prej televizioneve nacionale, nëse ai hyn Big Brother. Isha hyn nëse ishim shku bashk. Para me Atëre këshri fatë. Ama jo Zona i kishtë qitur e me zarfë zi jashtë, kështu bi u ka thënë. Jo, unë po thamë së sekundër. Jo, zona, kreti kishtë qitë me zarfë zi. Dhe me thani, kishtë gatë të tjere të me ragu. Mos na këshin qitni. Ja, më zbesë. Të e pa debatin nga studiu, të e pa diskutimet, po e shoh që nuk ka një kriter cili do duhet ndiqej për gjithçka, se kemi qaq shijet të ndryshme, qaq vlerësime të ndryshme. Për shembull, unë eliminova prej skenës Erën, a kjo eliminoi Gjellon, edhe Era është më mirë se Gjellon, kjo eliminoi Beyoncën. Kështu që nuk ka një kriter, nuk ka një diçka të prerë që duhet të me ndjek. Mendoj që edhe vetë I bie që të mos ta fajsojmë askënd, po kjo është vetëm çështje shijesh. Është çështje preferencash. Ideja të J-Lo, Beyoncé edhe Era janë çështje shijesh, por kur po flasim për çështje vlerash, unë mendoj që edhe J-Lo edhe Beyoncé edhe Era kanë vlera, por vlera të cilat secili mundemi me i pa në ato këndet tona, por në anën tjetër, nëse flasim për gjëra të cilat promovohen dhe janë komplet pa vlera, atëherë vërtet që në media tona shohim njerëz të cilët me të vërtet nuk kanë vlera, të dalësh në media, të kesh një, ndoshta le të themi një krijimtari e cila komplet bën thirrje dhe promovim të punës. Nuk mundesh zonë me thonë, jo, se që tu i kemi njëri që del me gjithat ofron diçka. Jo rastisht. Po, ofron diçka. Që tu i kemi jo rastisht vezin disa njerëz. Rastisht edhe aksidentalisht disa njerëz. Unë mendoj që publiku në pjat i ka të serviruar krejt llojet. Pse ata duhen më merr me Big Brother. Edhe vetë të iriten. Kush din më mirë le ta bën. Po. Skena është e hapur për gjithë. Mundësit kur nuk kanë qenë më të mëdha se sot. Prej një rrjeti social ti mundesh me dalë dhe me në skenat më të mëdha të botës. Ta marr një shembull, kur kam qenë nuk e punu në një televizion tjetër, një kolega aty ka bërë një super emision, gjithmonë ka pas tema shumë të fella, ka pas edhe nobelist të ftun, domethënë që ka pas intervista me Skype. Më herët që edhe kur ja kështu shumë views-a në YouTube, nuk e mrike shpesh as një mishin. Ja bësha në emër, që shpëndihesh atin kur pe krasan dhe ke qa me botë i kom pjau serviri, nuk po i dojnë popullin me Ndoshta njerëzit dojnë pas diçka që nuk ja u ngarkon mendjen. Sfida të jetës, përditshmëria e vrasht, nuk është jeta edhe shumë e lehtë në vendin tonë, Kosovë. Jeta është shumë e rëndë, puna shumë e rëndë, çmimet janë shumë të rrituna, po mënyra jetesës tëna është shumë e vështirë. Ka shumë, po. Kështu që ndoshta njerëzit dojnë me po gjëra shumë. Jo, era që të Jo në ca shtëpi e pashtohet po realisht kur pak pjesë në fakt të hap me botën kur ma keq për ne sukon. Ja, shumë keq për momentin jena Kosova ka rritje të inflacionit në 10 orë rrit çmimet dalim në për statistika që jemi një nga popullet më të lumtur në botë. Po, statistika është për vetë. Po jena se shumicën e kiasi që knoqen vesh me statistika, se statistikat e Big Brother kur i qesin që thon publiku e ka qit, në fakt të qesin vet produksioni. Qashtu janë të sakta. Jo, akuzë, Jo, se janë akuza, po qashtu është. Ti si të punu mua Big Brother, so. Jemi një minutat e fundit, do doja nga një fjallë të shkurt, fjallit të shkurt. Prej Paulinës nësja, të do që shako me thonë. Në regull, ideja e gjithasoj se qka paraqet showbizi për mu gjithmonë duhet me qenë diçka që e ka një qëllim edhe mbahet mend për diçka edhe të bukur. Jo vetëm për skandale, jo vetëm për britma, jo vetëm le të themi për plasje me dikë. Po edhe në botë ka ndryshu, Paulina, kjo nuk është veç në Kosovë. Po, në nëse ti me rikujton grupet ma të famshme, konktarët ma të famshme në botë, skandali është pjesë e showbizit, ato e kuptojmë zonë.
me këngë të grupeve të ndryshme jenë bërë revolucionin në botë. Po, kretë Edhe në Kosovë. deri Kanë luftu me to, sot është epokë komplet tjetër, komplet Kanë të Adelinës kanë qenë pjesë... Po flasim për një numër shumë të madh, po feks, e kemi pas një Adelin që ka bo revolucion e vërtet. Por sot mo nuk po flasim për një pozicion të gruas që Adelina në atë kohë e ka pos për bolë dhe ka qenë me të vërtet vështirë me dole dhe me ju servu, po e them kështu në thojza të tjerve me atë lloj muzike, atë lloj performance. Sot janë të lira. Ideja është që nëse ne po bëjmë diçka, ta japim edhe një mesazh, të shërbejmë edhe për dikë, të mbahemi në mend edhe për dikë. Për shembull, më ka lënë përshtypje shumë disa vajza të cilat më kanë thonë, sa herë kom pas probleme emocionale, i kom dëgju këngë të Dafina Zeqirit, edhe atë këngën që e ka diçka për njerëzit të cilët ka nevojë me kërku ndihmë. Fix që shpesh e kom dëgju edhe vet, tregon shumë për një kauzë të cilës i është përkushtu një artiste edhe qka unë po e kujtoj me diçka të tillë. Po le ti pas një problem me showbiz, se Dafina është shumë i mirë. Dafina është jashtëzakonshme. Si uroj suksese. Dafina është jashtëzakonshme. Ne kam shumë shkojt njerëzit që vendosen me qenë pjesë e skenës edhe botës të artit, showbizit e skenës në përgjithësi. Në radhë parë do të me pas respekt për punën edhe profesionën, se veç kështu ata mujnë me nderu edhe publikun. Ndryshe s'ka sukses. Margarita. Mos i bëni të famshëm njerëzit që nuk i din as vetë pse janë të famshëm, ose për çka po bëhen të famshëm. Le të mbetemi të showbizit dikushëm që ke pas qef me prit dika me muaj, ose ke pas qef me prit kur dikush po e jap një deklarat edhe një intervist. Mos servoni gjithë shka pa thonë kur gjë. Nuk të përmbush, nuk është relevante dorën zemër. Veç me thonë çdo ditë diçka e mos me thonë kur gjë. Ana? Interesant. Pajtona dhe s'pajtona, po se kanë ndryshu kurat, po thjesht jeta është shumë e bukur, jeta është shumë e gjatë, nuk kena nevojë me jetu në moment, se ndoshta njeriu ndryshon. 15, 20, 25, i bjen pishmën ndoshta çka ke bu docene më herët. Kështu që mos u gut shumë, këshire pak me not 3-4 herë para se me vepru diçka, ama nëse gjen një mënyrë për me mritë qëllimet e tua, kush jena na mi thonë dikujna bën kështu bën ashtu. Veç gjeni një mënyrë, mundohet të pakte me gjithë një mënyrë që është e mirë për ty edhe kur të shë vetën në të ardhë më thu qa pas na bu mirë. Mos me utërpnu. Mos me utërpnu për i vetës. Unë mendoj që për një artiste mesazhi jam, po flas për tatë muzikës, se i kam mendoj që është mirë me gjetë mesin, me servu çka don publiku, me shku me turmën se koncerte ndryshe nuk i siguron, por njëkohësisht me ja lën edhe vlerave një pozit, një hapsin. Qysh kam bo disa artiste, kësha me përmen edhe pse këna minutat e fundit, është Elvana Gjata, është Gjensila Myrteza dhe është Tuna, që kam pas edhe kanë EP album që kam pas, edhe Yll Limani gjithashtu, që do me thonë njën këngë që te më në shmingu edhe me familjarë, dhe sepse nuk përfshin zhargone qfare, përfshin këngë kur nuk tutesh me shu këngën e ti. Gjensila Elvana t'jashtë zakonshme, kemi këngëtare të reja që janë shumë të mira, që edhe Gjensila që ofrojnë shumë përmbajtjet mirë, mesazhet mira, t'jashtë zakonisht. Kemi këngëtare. Dhe nëse arrin një Yll Limani, Yll ka thonë, nëse më thoni Ylli, po Yll Limani, me arrit deri në pikën që me ja marrë zemrat të gjitha gjeneratave, me qatë thjeshtësinë, dashurin, artistlakun e vetë, Yll. Mësë po ku e vlerësoj për këngën, a i kënon njerë zakonisht mirë, që ka e vlerësoj për mendësin e ti, për qasjen e ti, për intelektin e ti. Këtu deshta me dojë që krahas këngës, djali ka arrit më shpërnda edhe vlera. Ka qenë nësë fund me edhe një donacion që edha diku në Prizren, e kam përshtypje ndiku për në ndim të disa fëmive, nuk jam e sigurt sakt, por e di që edha një donacion prej 10.000 eurove, që tregon gjithashtu vlerë. Thjesht shumë artist, edhe ka artist shumë Kosovë që janë shumë të mirë dhe i urojmë gjithëve suksese. Se sot për në vich natë mirë. Po, ajna më shokoj me Gjeilon këj me Bjonsen. A ti me në Rajstrefin, kur thu, është ma mirë se i Rajstrefi, para me është ma ndo. mirë. Mos bëj gore. Po shihet që në studje kemi dallime, kemi mendime të ndryshme. Që të zonë krejt pajtojme. Absolutisht. Që
Ana është më e mira, apo? A që ta dhëm një gjatë, ti shkon dikush tjetër më e mirë i shkon këtu. Edhe Gjelloj, që ta si që të pajtojmë të gjithë. Okej, unë ju falenderoj shumë që na keni ndjekur sonte, po shihet dallimet janë edhe në studion tonë, çka do që ju pëlqen në ndjekni, çka do që dëshironi me bëha me arrit në jetën tuaj. Bëjeni, vetëm bëjeni duke mos e lënduar dikë tjetër. Ne shihemi javën tjetër, natën e mirë.